165 persona janë shtuar listës së përfituesve të pensionit të veteranit të UÇK-s nga tetori i vjetëm e deri tek i sivjetshmi. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, me pension prej 204 eurosh, në fund të tetorit u paguan 37.094 persona dhe totali i pagesës për këtë muaj është 7.5 milion euro. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve nuk u janë përgjigjur pyetjeve të kohës për arsyet mbi të cilat u rrit numri i veteranëve. Avokati Gjevdet Smakiqi kritikoi qeverinë Kurti dhe tha se për gati 5 vjet nuk është ndërmarrë asnjë veprim për pastrimin e listave të veteranëve nga ata të rrejshmit. Mbetet një qeverie të ardhshme serioze që ta bëjë këtë dhe është besoj detyrim moral dhe kombëtare, sidomos kushtetues dhe juridik që veteranët e vërtet të përfitojnë kompensimin, ndërkohë veteranët e rrejshëm jo vetëm që të hiqen nga listat, por të gjendet mënyra të detyruar t'i kthejnë ato para që i kanë marrë në mënyrë të kundërligjshme. Kryeministri në detyre, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti, gjatë fushatës për zgjedhjet lokale ka premtuar se do të bëhen ndryshime në ligj në mënyrë që të hiqet kufizimi i cili u andalon veteranëve të drejtën në pension, po që se ata punësohen. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati thotë se ky premtim i vetëvendosjes u bë për fushatë zgjedhore. Kjo shumë dom për neve që veteranët tonë punojnë në zezën. Në Kosovë duhet me punu për filmat ndryshme, pa letra, pa sigurim, pa trus pensional, vetëm për arsye që mos i ndalet pensioni. Dhe kështu që mund janë me keqardhë për çdo veteran që punon në zezën, se ne pishojmë për çdo ditë po ndodhin aksidente në punë. Neni 16 i ligjit për veteranët e UÇK-s ka përcaktuar se veteranët që janë të punësuar në sektorin publik dhe atë privat nuk kanë të drejtë të përfitimit të pensionit. Ky ligj u ndryshua më 2017, por në fuqi mbeti udhëzimi administrativ që definon se për të qenë përfitues i pensionit të veteranit luftëtar, nevojitet vërtetimin nga ATK-ja që nuk është në marrëdhënie pune. Avokati Smakiqi thotë se kjo normë është bërë e pavlefshme me vendim të Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme ka nxjerrë një gjykim në një rast ku i është dhënë të drejtë veteranëve të UÇK-s që të mund të punojë dhe ta marrë kompensimin. Pra mbi këtë praktikë gjyqësore, konsideroj që të gjithë veteranët e UÇK-s mund të punojnë dhe mund ta marrin kompensimin. Edhe Gucati kërkon që kjo praktikë gjyqësore të përcillet edhe me ndryshime ligjore. Ligji duhet sa më shpejt të aprovohet që ju lejohet veteranëve edhe punojnë ata gëzojnë pensionin. Kjo është çka duhet ne me bë dhe kërkesa jonë po cilla qeveri që do të vjen na këtë do ta kërkojmë vetëm me aprovu ligjin, nuk asgjë tjetër. Vetëm kjo ne na intereson. Në vitin 2023, Kuvendi vendosi që pensioni i veteranit të shkëputej nga rritja e pagës minimale në lartësinë së cilës ishte e përcaktuar me ligj. Kryeministri Albin Kurti pati propozuar që krahas kësaj të bëhej një ligj me të cilin do të niste një proces vlerësimi dhe verifikimi i të gjithë pjesëmarrësve të luftës çlirimtare. Por ai s'u bë gjatë mandatit gati 5 vjeçar. Për mbi 37.000 veteranët, shteti shpenzoi rreth 90 milion euro këtë vit.